Mirë se erdhët të dashura Krejper, do bëjmë leximin e radhës për ju. Dua t'ju njoftoj që së shpejti do filloj me leximin vjetor të vitit 2026, të shohim çfarë do ndodhë, si do ta kemi dhe çfarë mund të bëjmë që ta bëjmë më të mirë se vitin që jemi duke e lënë. Kësaj radhe kam vendosur të lexoj dhe për gjitha shenjat kam lexuar, ta them kështu, një dush i ftohtë për të gjithë, një shkundje, një realitet të ftohtë, të dashur apo pak të dhimbshëm për të gjithë. 10 të shkopive. Jem bi ngarkuar, ke marrëm në shpinë përgjegjësi që as nuk janë tuat, as nuk kanë të bëjnë me ty. Arsyet i ditë ti vet, apo janë më shumë se që janë përgjithësi, po mban më shumë pra se sa duhet, nga frika se po i lëshove gjithë shka bie, është në mendimin jot. Por e vërteta të dashur Krepi është se po digjesh ngadalë, dhe askush nuk po të falenderon për këtë gjë. Hiq dorë nga të paktën një barë, që nuk të sjell as respekt e as fitim. Vdekja, që në fakt pasqyron është letër e Akrepit, diçka ka mbaruar, jo po mbaron, ka mbaruar. Sa më shpejt ta pranosh, aq më pak dhimbje. E vërteta është se duke zvarrit fundin për shkak të frikës nga ndonjë boshllëk apo çfarëdo që të jetë, mbyll derën vet, mos prit që jeta ta përplas para fytyre. 5 të monedhës mund të jetë mungesë financiare, mund të jetë mungesë emocionale ose mbështetje. Mund të ndihesh i përjashtuar, i lënë pas ose i pavlerësuar. Po kërkon ndihmë ose vlerë te vendi i gabuar apo tek njerëzit e gabuar. Mos u anko, ndrysho ambientin ose njerëzit, këtu nuk ka më çfarë të marrësh. Siç ju thash, nuk është për të ulur askë, as për të lënduar asnjë. Kjo është ai dushi i ftohtë që vendosa në kësaj radhe të lexoj vetëm egon e juaj. Pra, këtu ku je, nuk ka çfarë të marrësh. 7 të monedhës të dashur, ke investuar kohë, energji, ndjenja dhe je duke pyetur veten, a ja vleti? Rezultati po vonon, ose nuk është duke ardhur fare, kjo është një ndjensi. E vërteta është që jo çdo investim kthen fitim. Disa janë mësime të shtrenjta, që do të thotë investojmë jashtë mase, s'marrim asgjë, por mësojmë shumë çka. Vendos një afat për këtë gjë që duhet përmbyllur. Që ta kesh më të qartë, më të lehtë, nëse asgjë nuk lëviz, largohu. Të dashur Akrep, ky është moment ndarje nga ajo që të ka rjepur, ta them kështu, jo ndërtuar. Fuqia jote nuk është të dërosh, është të presësh në kohën e duhur. Ndonjëherë humbja është shpëtim i maskuar. Pra, jo çdo gjë që investojmë na kthehet, siç e thash. Ndonjëherë është vetëm aty për të na dhënë mësimin e duhur dhe jo fitimin. Pra, humbja ndonjëherë vjen si një shpëtim me një maskë që e kuptojmë më vonë.